Haroni gjithka që mendoni se dini për kamionët. Kjo nuk ka të bëjë me ngarkesa standarde ose efikasitet. Kjo është forcë bruto e pastër. Territori ku inxhinieria çmendet dhe thot: sa cilindra, vëri 12. Flasim për makina që nuk zvarite nëpër autostrada, por që pushtojnë shkretira, shtupin male dhe lëvizin tanke si ku tishin lodra. Janë titanët e pistonëve, bishat me 12 cilindra që ripërcaktuan kufithe fuqisë. Nëse mendoni se një motor i madh është me 8 cilindra, bëhuni gati. Ky është numërimi mbrapsht i të 14 kamionëve me motor V12, më jashtëzakonisht të mëdhenj dhe të fuqishëm, që kanë uliritur ndonjëherë mbi tokë. Le të fillojmë. Numri 14. GMC Twin 6, binjaku i benzinës. Në vitin 1960, General Motors pati një ide që mund të linte vetëm në epokën e optimizmit industrial të shfrenuar. Nëse një motor V6 ishte i mirë, dy të bashkuar do t'ishin lavdishëm. Kështu lindi GMC Twin 6, një rallësi mekanike që ishte saktësisht kjo: dy bloqe V6 benzine të shkrirë në një vërticë të vetëm për të krijuar një V12 prej 11 litrash e gjysmë. Nuk kërkonte të thej rekorde fuqie. 250 kuajt e tij ishin modest. Magjia e tij qëndronte te rrotullimi i butë dhe konstant, dhe te një butësi funksionimi që dizelet e ashpër të kohës as nuk e ëndronin. Ky motor u konceptua për atje ku besueshmëria dhe dorëzimi i parashikueshëm ishin jetë a vdekje. Në kamion zjarfikës dhe automjete të rënda shërbimi. Ulbima e tij ishte më shumë një murnitje civilizuar se sa një klithmë, por dorëzonte 585 fund këmbë torsioni me elegancën e një motori luksi. Provimi i tij ishte një shkëndije e shkurtër, nga viti 1960 deri në vitin 1965, por kjo e vullosi atë si një legjend kulti. Sot, një GMC Twin 6 në punë është një grall i shenjtë për koleksionistët, një kujtesë e një epoke kur zgjidhja më ekstravagante ishte, shpesh, më e shkëlqyera. Numri 13. Faun 14. Ringjallja gjermane. Gjermania e pas luftës kishte diçka për të vërtetuar. Jo vetëm të rindërtohej, por të rikonfirmonte mjeshtërinë e saj në inxhinierin e rëndë. Përgjigjja ishte Faun 14, një kamion që dukej si një kështjell rrotulluese. Në zemrën e tij rrihte një Maybach MD 870, një V12 diesel që nxirrte 500 kuaj fuqi të fortë. Ky nuk ishte një kamion për të mbajtur thas, ishte projektuar për transportin e ngarkesave jo normale. Tanke beteje, transformator elektrik me madhësinë e një shtëpie, makineri industriale kolosale. Katoria ishte i sofistikuar për kohën e tij, me sisteme pezullimi dhe frenimi të projektuara për të përballuar stresin e papërshkrueshëm të lëvizjes së 100 tonëve nëpër rrugë të shkatëruara. Ishte një makinë specifike, e ndërtuar në numra shumë të vegjël për klientë ushtarak dhe industrial që kishin nevojë për të pamundurën. Të shohësh një Faun 14 sot është si të gjesh një fosil qeliku të lëmuar. Shumica jetojnë në muze ose në koleksione private të puristëve. Përfaqëson ringjalljen e krenarisë inxhinierike gjermane, të kanalizuar përmes 12 cilindrave të patmet. Numri 17. American. La France the Seagrave, Sirenat. V12. Para se të ekzistonin sirenat elektronike, ulrima e një motori paralajmëronte mbarritjen e heronjve. Midis viteve 40 dhe 60, kamionët e zjarfikësve amerikan më prestigjioz, American La France dhe Seagrave, nuk u besonin motorëve të zakonshëm. Kërkonin madhështi. E gjenin atë në motorët V12 të benzinës, shpesh të ardhur nga Pierce Arrow tashmeshuar. Me rreth 250 kuaj dhe një rrotullim monumental, këta motor nuk ishin vetëm shtytës, ishin instrumente besimi. Kishin nevojë të përshpejtonin një automjet prej disa tonësh, të ngarkuar me ujë, shkallë dhe njerëz, nga zeroja deri në shpejtësinë e shpëtimit në sekonda, në çdo kusht. Tingulli ishte pjesë e legjendës së tyre, një ulërim e rëndë dhe depërtuese që i paraprinte dritave të kuqe, një njoftim mekanik se ndihma po vinte. Ishin makina me një mision të vetëm, ku besueshmëria ishte shenjtë. Sot, këta kamion mbijetojnë në parada dhe muze,
jo si relikte të pluhurosura, por si monumente të njere kur kamioni i zjarfikësve ishte makina më e fuqishme dhe më e bukur e çdo qyteti, me një zemër prej 12 cilindrash për ta vërtetuar atë. Numri 11. International Transstar 4370. Klithma e Screaming Jimmy. Vitet 70 në autostradat amerikane kishin një kolonë zanore të veçantë. Vajtimin e mprethë dhe konstant të një motori Detroit diesel me 2 kohë. Dhe kur ai motor kishte 12 cilindra, simfonia bëhej epike. International Transstar 4370, një kabin klasike cab-over amerikane, ofronte opsionin bërthamor. Detroit diesel 12V71, i quajtur Screaming Jimmy. Me 434 kuaj, shifrat e tij nuk thyenin tabela, por kjo nuk ishte rëndësi. Ky motor ishte një përvojë ndjesore e pastër. Punonte me rrotullime të larta, me një klith metalike që mund të dëgjohej kilometra larg dhe gjeneronte një rrotullim që kapte ngarkesën dhe nuk e lëshonte. Të drejtoje një Transstar me 12V71 nuk ishte një punë, ishte një ritual. Shoferët ose e donin me devotshmëri, ose mbanin tapa veshësh me religiozitet. Ishte antiteza e efikasitetit, një shpërdorim i lavdishëm i energjisë zanore dhe fuqisë së papërpunuar. Në një epokë ku personaliteti nuk ishte i rregulluar, 22V71 ishte personaliteti i kamionit. Sot, të ndezësh një të tillë është një kapsul kohe dëgjimore, nuk gërhit, por ulin, dhe për ata që marrin vesh, ajo ulim është zëri vet i rrugës së vjetër. Numri 10. Tatra 813. Topuzi i Qelikut. Çekoslovak. Ndërsa të tjerët kërkonin kuaj fuqi, inxhinierët e Tatra në Çekoslovaki kërkonin diçka më të vlefshme, pamposhtmërinë. I prezantuar në vitin 1967, Tatra 813 Kolos ishte përkufizimi i kamionit për çdo terren. Motori i tij, një V12 diesel i ftohur me ajër prej 70 litrash e 600, dorëzonte midis 250 dhe 300 kuaj, një shifër që nuk tremb në letër. Por gjenialiteti i tij nuk ishte te fuqia bruto, por te platforma mbi të cilën mbështetej. Të 81 të treta përdorte shasinë revolucionare të kolonës kurrizore të Tatra, një tub qendror që mbante akset e transmisionit, i kombinuar me pezullim të pavarur në të gjitha rrotat. Kjo jepte një fleksibilitet dhe një tërheqje mbinatirore. Male, humnera, lumenj të ngrirë, duna rëre, 813 i kalonte të gjitha, ndërsa ngarkonte tonelata ose tërhiqte artileri të rëndë. Nuk ishte i shpejt, por ishte i pandallshëm. Prodhimi i tij zgjati deri në vitet 80, por trashëgjimia e tij është e përjetshme. Shumë vazhdojnë të punojnë sot, duke vërtetuar se një V12 i vendosur mirë nuk ka nevojë për mjera kuaj për të qenë legjendar. Thjesht ka nevojë të jetë i padëmtueshëm. Numri 9. Maz 583. Çekiçi sovjetik. Bashkimi sovjetik nuk bënte motor, bënte armatime. Dhe në fund viteve 50, vendosën që ajo që funksiononte në një tank të rënd, do të funksiononte në një kamion minierash. Kështu lindi Maz 530, një bish prej 50 tonësh që ishte më pak një kamion dhe më shumë një deklarat geopolitike mbi rrota. Nën kapotën e tij gjigante banonte D12A 525, një V12 diesel prej 38.8 litrash i nxjerr direkt nga tanket T34 dhe T54, duke dorëzuar 450 kuaj fuci. Në kohën e tij, kjo e bënte atë një nga kamionët më të fuqishëm të bllokut të lindjes. Kabina ishte aq e lartë sa shoferi ndihej në urën e një anije luftarake toksore. Komoditeti ishte jo ekzistent. Konsumi i karburantit ishte një shaka makabre. Pinte diesel si një anije, por fuqia e tij e tërheqjes ishte absolute. U ndërtua për kushte siberiane, për të lëvizur male me minerale në vende ku rëndësi kishte vetëm bijetesa dhe forca bruto. Të gjesh një sot është të gjesh një fosil të luftës së ftohtë, dhe të dëgjosh ulimën e thellë dhe të rëndë të V12-s së tij është të dëgjosh egon e një filozofie industriale që besonte se madhësia, po, ishte zgjidhja. Numri 8. Isuzu 512 Heavy Series, monstrat e heshtur të Japonisë.
Kur Japonia vendosi të hynte në lojën e transportit ultra të rënd, nuk e bëri me mburje, e bëri me përpikmërinë obsesive që e karakterizon. Në dekadat e viteve 70 dhe 80, Isuzu, e njohur për kamionët e saj të mesëm, lëshoi një seri monstrazh në emërtimin 512. Këta kamion fsinin motor Fiat 12 diesel që shkonin nga 14 deri në 22 litra vëlim, të aftë për të prodhuar më shumë se 500 kuaj fuci në konfigurimet e tyre më ekstreme. Por virtiti i tyre nuk ishte kulmi i fuqisë, ishte dorëzimi konstant, i patunshëm dhe i përjetshëm. U projektuan për punën me rreze të gjatë në kushte torture, të transportonin ngarkesë ekstreme në ndjelin përvolues të lindjes së mesme ose në veprat e infrastrukturës masive të Azisë. Inxhinieria u përqendrua te besueshmëria afatgjatë, te motorët që mund të grumbullonin qindra mijëra kilometra abuzimi pa u lëkundur. Kur nuk arritën famën globale të Peterbilt ose Mercedes, por midis operatorëve që kishin nevojë që një makinë të punonte deri në fund të botës dhe mbrapsht, pa drama, Isuzu Fiat 12 ishin legjenda prej hekurit të heshtur dhe efikas. Kalojmë pragun. Ajo që vjen më pas nuk është një evolucion, është një përshkallëzim armatimi mbi rrota. Lëm pas inxhinierin me sharm për të përqafuar obsesionin e pastër për shkallën dhe fuqinë bruto. Këtu, kuajt e fuqisë numërohen me qindra, rrotullimi matet në lufta kundër gravitetit dhe kamionët pushojnë së qenja automjete për të zhdëruar në infrastrukturë lëvise. Këta janë kolosët që rishpikën atë që do të thotë të jesh i fuqishëm, monstrat absolut, ku legjenda e Fiat 13 arrin kulmin e saj të lavdishëm dhe të tepruar. Numri 7. Detroit Diesel Seria F12. Mbretërit e two-stroke. Para se të flasim për kamion, duhet t'i bëjmë homazh zemrës që i bëri ata të mundur. Seria F12 e Detroit Diesel nuk është një model, është një dinasti, një fe mekanike me dy kohë si doktrinë. Kjo familje e V12, që përfshinte nga ikoniku 12 V71 deri te kolosali 12 V149, ishte shpirti i industrisë së rëndë për dekada. Parimi i tij i punës ishte i thjeshtë dhe brutal. Çdo cilindër jepte një fuci të dobishme në çdo rrotullim të vërticit, jo çdo dy. Rezultati ishte një rrotullim i menjëhershëm dhe dërmues, dhe një tingull i mprehtë e i pagabueshëm që çante ajrin si një siren mekanike e produktivitetit. 12 V71 T dorëzonte rreth 650 HP. 12 V92 i afrohej 800-ave. Por mbreti, perandori i kësaj sagje, ishte 12 V149. Në versionet e tij më ekstreme, për aplikime industriale dhe detare, kjo monster prej 149 litra zhvëlim mund të tejkalonte pa turbokomplekse barierën e 1000 kuajve të fuqisë. Nuk ishte vetëm fuqi, ishte besueshmëri legjendare. Këta motor ushqyen nga kamionët e rrugës më të dëshiruar deri te gjigantët minerar më të mëdhenj të planetit. Një Detroit Diesel V12 nuk fikej, ai lodhej, dhe lodhja e tij vinte pas dekada shërbimi. Ishin mbretërit e padiskutueshëm të një ere ku ulrima e një motori ishte kolona zanore e progresit. Numri 6. Pacific. 12. Druvari kanades bërtamor. Në pyjet e papërtueshme të Kanadas, ku pemët kanë diametrin e një dhome dhe balta gëllti traktor, nevojitej diçka më shumë se një kamion. Nevojitej një tank me kapacitet ngarkese. Përgjigja ishte Pacific 12, mishrimi definitiv i kamionit jashtë rruge. Ky kolos kanades nuk ishte i bukur, ishte funksion i pastër. Struktura e tij, një kornizë trarësh qeliku që dukej e vjedhur nga një urë, ishte projektuar për të përballuar përkulje që do të shkatronin çdo automjet tjetër. Dhe për ta lvizur, zakonisht mbante nën kapot më të mirën e Detroit Diesel, një 12 V71, ose në konfigurimet e tij më të çmendura, Titanicun 12 V149. Me deri në 800 kuaj fuqi ose më shumë, P12 nuk shpejtonte, ai nisej. Ishte ndërtuar për detyra specifike dhe mbinjerëzore, transportin e trungjeve me përmasa biblike ose seksione të ploturash. Kapaciteti i tij ngarkesës ishte aq i turpshëm sa vetë akti i frenimit ishte një arritje inxhinierisë hidraulike. Gjëja më zbuluese e legjendës së tij nuk është fuqia,
por jetë gjatësia. Vjetra P-12 të ndërtuar para 40 ose 50 vitesh vazhdojnë të punojnë sot. Nuk janë muze, janë veteran lufte që refuzojnë të dalin në pension, duke vërtetuar se kur ndërton një makinë rreth një V-12, ndërton për përjetësinë. Numri 5. Zhifang. Qa-30. Muri kinez i rrotulimit. Në vitet 70, kur Kina zgjonte potencialin e saj industrial, nuk donte të merrte pjesë në garë. Donte ta fitonte atë me një goditje. Zhifang Qa-30 ishte ajo goditje. Jo një kamion, por një deklaratë e sovranitetit industrial e farkëtuar në qel. Në zemrën e tij rrihte motori Qingfa 2956, një V12 diesel që prodhonte 720 PS, ekuivalente me rreth 700 vjet kuaj fuqi. Për kohën, ajo shifër nuk ishte mbreselënse, ishte mahnice, një fuqi e rezervuar për monstrat më të mëdhenj perëndimor. Ky motor nuk ishte i projektuar për efikasitet apo elegancë, ishte i projektuar për të lvizur 105 ton ngarkesë të dobishme në gurore dhe miniera, për të vërtetuar se Kina mund të prodhonte mjetin më brutal për punën më brutale. Qa-30 ishte i madh, i ashpër dhe i drejt për drejt. Kabina e tij ishte një kull vrojtimi, nga e cila shoferi komandonte një kështjell rrotulluese. Nuk ishte konkurrencë në llojin e tij brenda Azisë, sepse nuk ishte një produkt tregtar. Ishte një instrument i politikës industriale. Nuk shitej, vendosej në terren. Ishte muri i rrotullimit që njoftonte se një fuqi e re kishte mbërritur në llojen e gjigantëve. Numri 4. Tatra. 815-7. Ushtari i apokalipsit. Filozofia Tatra e pamposhtmërisë nuk vdiq me luftën e ftohtë. Ajo ndryshoi dhe u bë më vdekjeprurëse. Tatra 815-7 është evolucioni definitiv i konceptit. Një kamion ushtarak dhe shpëtimi që duket i dal nga një film shkencoro-fantastik post-apokaliptik. Shpirti i tij është një V12 diesel i ftohur me ajër dhe me turbo, i aftë të dorëzoj deri në 515 kW, do me thënë, pothuajse 606 kuaj fuci. Shifra, përsëri, është vetëm një pjesë e historisë. Magjia është e platforma. 815-7 përdor shasin legjendare të kolonës kurizore dhe pezullimin e pavarur të markës, por të cuar në një nivel modular dhe ekstrem. Praktikisht të gjitha rrotat e tij janë lëvizëse dhe drejtuese. Kjo, e kombinuar me rrotullimin masiv dhe konstant të V12-s së tij të ftohur me ajër, i paprekshëm nga ngrirja ose mbinqeja, e zhderon atë në një automjet amfib toke. Është projektuar për misione ku dështimi nuk është një opsion. Transporti i sistemeve të raketave nëpër tundrën siberiane, shpëtimi në zona katastrofash ku nuk kanë mbetur rrugë, operacione logjistike në terrene që as tanket nuk do t'i përshkonin me lehtësi. Tatra 815-7 vërteton se V12 nuk është një anakronizëm. Është një zgjidhje inxhinierike elite, e përsosur për sfidat më ekstreme të shekullit 21. Operacione logjistike në terrene që as tanket nuk do t'i përshkonin me lehtësi. Është kulmimi i një filozofie shekulore, që tërheqja dhe robustësia janë po aq jetike sa fuqia. V12 e tij nuk është më e fuqishmja në botë, por është mbase më e besueshmja në bombardimin e Balltës, Dëborës apo Rërës. Në të, forca bruto gjen një qëllim taktik, duke zhderuar jo në një kamion të thjesht, por në një sistem lëvishmërie strategjike. Tatra 815-7 vërteton se V12 nuk është një anakronizëm. Numri 3. Berliet 100. Mbreti i shkretirës. Në dekadën e vitit 1950, Franca pa vënë burimet e naftës të Saharas dhe vendosi që logjistika ekzistuese ishte një lodhër. Kishin nevojë për një mjet në lartësinë e një kontinenti me rërë. Kështu lindi Berliet 100 dhe për një kohë mbajti pa diskutim titullin kamioni më i madh në botë. Dimenzionet ishin nga një planet tjetër, më shumë se 4 metra lartësi, 15 vjet gjatësi. Ngjitja në kabinën e tij kërkonte një shkallë të mirëfillt dhe ishte si të hyje në kabinën e një avioni të vogël. Për të lëvizur këtë masë, Berliet ju drejtua një motori Cummins V12 prej 29.6 litrash që prodhonte 700 kuaj fuci.
Një shifër që, në kontekstin e kohës, ishte shkencë fantastik. 20 nuk u projektua për rrugë, u projektua për shkretirën e pafundme, për të tërhequr kulla shpimi dhe pajisje rafinerie në për oqeane rëre, ku nuk ishte pika referimi, vetëm horizont dhe ngjeshësi. U ndërtuan vetëm disa njësi, duke e zhdëruar në një nga legjendat më të rralla dhe më të çmuara. Berliet 100 nuk përfaqësonte një përmirësim të vogël, përfaqësonte një kërcim kuantik në ambicie. Ishte prova se kur sfida ishte mjaftueshëm e madhe, përgjigja duhej të ishte e jashtëzakonshme, jo praktike dhe lavdishëm e tepruar. Në ato oqeane rëre, ku nuk ishte pika referimi, vetëm horizont dhe ngjeshësi. Ekzistenca e tij vet ishte një arritje e vullnetit mbi fizikën, një bëm logjistike për të lehtësuar bëma të tjera. Me vetëm 4 njësi të ndërtuara, çdo udhtim që kreu ishte një ngjarje. Më shumë se një mjet, 100 ishte një simbol i sfidës njerëzore kundër elementëve marrmiqësor, ku i vetmi negocimi mundshëm ishte përmes 700 kuajve fuci dhe 30 litrave vëlim. Berliet 100 nuk përfaqësonte. Numri D. Mack Superliner, King of the Highway. Para se rregullore të ngrinin rritjen, pati një moment të shkurtër e të lavdishëm kur kamioni i rrugës amerikan mund të ishte një zot, dhe fronin e tij e mbante Mack Superliner, i kurorëzuar si King of the Highway. Më shumë se një model, ishte një kanavac e bardhë për shprehjen maksimale të fuqisë. Ndonse ofronte motor të vetët, shpirti i tij i vërtet rrihte kur pronarët i instalonin Detroit Diesel 12V92. Ky V12 me 2 dhe 12.1 litra në konfigurime fabrike ose me modifikime mund të kalonte pa probleme barierën e 800 kuajve të fuqisë. I lidhur me transmisione me 18 marshe, ky motor e zdoronte Superliner në tmerrin e ngjitjeve. Mund të mbante ngarkesa maksimale në shpejtësi udhëtimi që linin pas çdo kamion tjetër. Ishte simboli i statusit definitiv, makina që çdo kamionist ndëronte të drejtonte dhe çdo pronar donte në flotën e tij për të mburrur. Përfaqësonte kulmin e erës së teprimit në transportin rrugor, një ulirim e fundit, lirie dhe fuqie të pastër, para se kufiri federal prej 80.000 funtësh të impononte pragmatizmin e tij të mërzitshëm. Superliner me 12V92 nuk ishte vetëm mbreti, ishte perandori i fundit i rrugëve të hapura. Numri 1. Caterpillar, 79.7. Kolosi i minierës. Mbërrim në maj, vendi ku shkalla njerëzore pushon spasuri kuptim dhe hym në mbretërinë e gjeologjisë lëvizse. Caterpillar 797 nuk është një kamion në asnjë sens konvencional. Është një bish bare minerare, haul truck, një krijesë që banon në krateret më të mëdhenj të gërmuar nga njeriu. Dimenzionet e tij janë dërmuese, pothuajse 7 metra lartësi, 15 gjatësi. Një nga rrotat e tij është më e lartë se një njeri i rritur. Por këto shifra zbehen përpara asaj që ndodhet nën kapotën e tij monstruoze. Motori Caterpillar C175/20. Një V12 diesel për 106 litra zhvëlim. E përsëris, 106 litra. Është ekuivalente me bashkimin e motorëve të 60 makinave familjare të mëdha në një blok të vetëm. Ky farkëtim qeliku gjeneron 4000 kuaj fuci dhe një rrotullim që matet vetëm me pajisje sismike. Misioni i tij është i thjeshtë, të lëviz 400 ton shkëmb mineral në çdo udhtim, duke u ngjitur në pjerësi prej 10% në rrugdheu. Konsumi i karburantit matet në galon për minutë. Operatori i tij nuk drejton, ai piloton një qytet qeliku të vetëlvizshëm. 797. Është shpreha maksimale e konceptit V12. Nuk është një opsion inxhinierik midis të tjerëve. Është vetmja zgjidhje fizike e mundur për një detyrë të kësaj madhësie. Kur ke nevojë të lëvizësh një mall, nuk projekton një kamion. Projekton një motor që të jetë pothuajse një mall në vetvete, dhe pastaj ndërton automjetin më të thjeshtë dhe më të fortë të mundshëm rreth tij. Caterpillar 797 nuk është mbreti i kësaj liste, është zoti. Prova definitive se kur puna është vërtet e pamundur, përgjigja e vetmja përgjigje e konceptueshme, ka 12 cilindra të vendosur në V. Nga binjaku i benzinës i GMC deri te kolosi minerari Caterpillar, ky ka qenë një udhtim përmes psikozës së kontrolluar të inxhinierisë së fuqisë.
Kemi përshkuar historinë e një obsesioni, besimin se çdo problem ngarkese, tërheqje ose terreni zgjivet duke shtuar më shumë cilindra, më shumë vëlim, më shumë zjarr të kontrolluar në më shumë dhoma djegjie. Këta 4 titan vërtetojnë se motori vet dimbëvjet në një kamion kur nuk ishte një çështje luksi apo marketingu. Ishte, dhe në formatet e tij më ekstreme vazhdon të jetë, një çështje nevoje. Nevoja për të dominuar shkretira, për të pushtuar male, për të lëvizur atë që logjika thot se është e palvishme. Janë makina që nuk prodhohen për të shitur, prodhohen për të dominuar. Janë prova e prekshme, e zhurmshme dhe drithëruese, se kur puna është e pamundur, përgjigja gjithmonë, ka 12 cilindra në V. Herën tjetër që të shihni të kaloj një kamion, mbani mend, disa nuk transportojnë ngarkesë, transportojnë legjenda.